Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha ka inspektuar punimet që po kryen për riasfaltimin e segmentit rrugor Hasan Kushta, një aks problematik që kishte nevojë për ndërhyrje sipas Dredhës dhe që pritet të hapet shumë shpejt për qarkullim. Dredha ka theksuar edhe faktin se po shihet mundësia edhe një ndërhyrje për të evituar përmbytjet në këtë aks. Edhe pothuajse gati është edhe kjo fasha këtu e rrugës që do të marrë sot. Është duke u asfaltuar tashmë. Thjesht bëm një inspektim sot për ta parë. Ne në fakt e kishim premtuar që Albano dhe Romina do të fillonte dhe do të riasfaltojë, gjë e cila në fakt ndikon edhe në trafik, por edhe pjesën e kaosit nga gropat që ishin gjatë mbartura në këtë segment rrugor. Megjithatë ne morëm modelin e rrugës Çipare që i themi dhe patjetër e replikuam edhe këtu. Ka nevojë në fakt në të ardhmen të shikojmë një mundësi se si do të menaxhojmë pjesën e përmbytjeve, sepse kjo është edhe rruga kryesore që ne kemi pasur problematik. Ndërhyrja konsiston në vendosjen e pompave në tubacionin kryesor me qëllim të evitohet një nga zonat më problematike sa i përket përmbytjeve në qytet. Për një projekt, gjë e cila lidhet me tubën kryesore dhe pompën kryesore që është pak më poshtë, do të shikojmë si bëjmë një spostim dhe të vendosim 3 pompa të mëdha atje me qëllim që ta evitojmë sa të mundemi problemin e përmbytjes në të ardhmen në këtë zonë, ka gjithë zonën. Kreu i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha konfirmon njëkohësisht se veç këtij aksi do të ketë ndërhyrje për asfaltim edhe në disa segmente të tjera rrugore, në të cilat në datën 11 maj do të kalojë Giro e Italisë. Edhe te Aza ka një tjetër ka një ndërhyrje tani, sepse kompania që ka ardhur ka disa punë që ne kemi përfituar nga fondi i zhvillimit dhe do të ecim përpara që të plotësojmë asfaltimet në disa akse të qytetit. Ndërkohë që jemi shumë të orientuar apo kemi në si prioritet gjithë segmentin ku do të kalojë edhe pjesa e Giros së Italisë, fakt është datën 11 maj. Gjithë segmenti rrugor ku preket kjo Giro do të riasfaltohet, do të bëhet tamam që të jetë standardet të shkruar dhe nga organizatorët e këtij aktiviteti, i cili ndiqet nga 200 metra të botës. Kështu që edhe imazhi i qytetit do të jetë standardin e duhur. Gjithsesi, në disa akse në qytet ka ende problematika, ndërsa pritet ndërhyrja në të gjitha rrugët e qytetit për të qenë gati qyteti bregdetar për sezonin turistik.